Përshëndetje dhe mirë se u gjejmë shikues të nderuar me emisionin e radhës Provita. Kësaj radhe unë bashkë me kolegun ton kameramanin Kasapinov erdhëm këtu në klinikën universitare për smundjet kirurgjike Shën Naumi Ohrit. Erdhëm këtu për të takuar me kirurgun doktor Valon Saliu, cilin edhe pse motiko do me thënë e njofim, po ja që pas sa viteve që është specialist kirurg këtu në këtë klinikë universitare, ne e patëm sot do të thotë mundësin të atakojmë dhe të zhvidojmë një intervist, të realizojmë këtë emision Provita në hapësirat e kësaj klinike universitare dhe për të mësuar se cilat ndërhyrje kirurgjikale bëhen këtu në këtë klinikë, por gjithsesi se cilat janë ato probleme më të shpeshta shëndetësore e të cilat i trajton kirurgët e në tekst të veçantë doktor Saliu. Pra, kam nderin më thënë edhe t'ua prezentoj, por edhe të zhvidojmë këtë bisedë për herë të parë në Provita me doktor Saliun. Doktor Valon, faleminderit që ndatë kohë, patët shumë pacient, patët një ditës të ngarkuar, po ja që jeni këtu për të realizuar këtë emision. Faleminderit për ftesën, përshëndetjet e ju, shikuesit e ju të emisionit Provita. Gjatë kohë e përcjellim emisionin, besoj që 20 vite tash jubilej do të festoni ose më tepër. Dhe e kemi përcjellë edhe kur kemi qenë student, e përcjellim edhe tash si mjek tjerë, besoj e përcjellim edhe popullata tjetër që nuk ka lidhje me mjekësinë. Emision që ka qenë çdo herë në vend dhe me vend, për një spjegim të shkurtër apo më të gjatë pacientëve për smundjet e tyre, për afërsinë ndaj mjekëve, çka të presin, çka mos presin dhe çka ata të përgatiten. Faleminderit shumë edhe një herë. Kërkoj ndjes fillimisht ja dhe publikisht deri tani mot jeni këtu 15 vjet, po ja që me të vërtetë se kemi pas rastin të takojmë, po ja asnjëherë nuk ka vonë, apo jo. Tani kam kënaqësi të veçantë, që domethënë ju njoftova, do e zhvillojmë këtë emision dhe ju pres gjithsesi drejt për drejt në emisionin. Ftesën shpresoj në emisionin e tashme do t'shpjegojmë ma te për tema se si edhe çka punojmë. Doktor Valon, me qenë se pak shikuesit e Provitës ju njohin përmes ekranit, përveç që jeni kirurg abdominal, ju gjithashtu jeni edhe asistent. Shkurt, biografit e shkurt që pastaj ndalemi në ato problematike. Abdominal jam ma tepër se gati se 6-7 vite, 15 vite në kirurgji. Gjatë tanë kohës kam qenë i punësuar një pjesë vogël jo, po në basë asaj në këtë klinikë universitare për smundje kirurgjike. Kjo ndryshe është e njohur ish spitali i qytetit, i Shkupit. Njerëzit që jetojnë në Shkup në përgjithësi e njohin këtë spital ma tepër, se edhe unë jam i lindur këtu dhe ne e dim si spitali rasteve urgjente, si raste të ndryshme, ndeshje çka mos ndodh me pacientët, është në qendër qytetit dhe shumica e pacientëve e frekventojnë me një numër të madh gjatë ditës dhe gjatë edhe natën. Puna e spitalit e din popullata se çka ndodh. Për nëpër qytete tjera disa habiten me klinikën, disa e din vetëm spitalin e shtetit, disa e din vetëm të shtatorin. Në përgjithësi në Shkup ekzistojnë 3 klinika që janë të nivelit i them të njëjtë, terciar. Ky spital është edhe bazë edukative për fakultetet e mjekësisë të Shkupit dhe të Shtipit. Unë jam asistent fakultetin e mjekësisë të Shkupit, tash e sa vite. Edhe normal ka edhe pjesë edukimi për studentët, për specializantët, për mjekë të ri, edhe e plotëson atë kriteriumin në një klinike universitare me pjesëmarrësit dhe pjesëtarët e fakulteteve ndryshme që ekzistojnë në Maqedoni. Jo që nuk e dim, ne kemi ardhur disa herë në këtë klinikë tashmë universitare dhe kolegët e juaj kemi xhiruar, na kanë informuar se cilat janë ato ndërhyrje kirurgjikale të cilat më së shpeshti bëhen, po këtu kemi edhe ambulanca ditore, që do të thotë jo të gjithë përfundojnë në kirurgji, po ja që do ju lejuve në sqaroni dhe të na përkujtoni se cilat janë ato shërbime që kjo klinikë ua mundëson qytetarëve. Njerë do të tregoj, kjo është klinikë universitare e kirurgjisë, do më thënë i trajton të gjitha smundjet kirurgjikale përveç kirurgjisë torakale. Në përgjithësi i ka të gjithë repartet e mundshme në kuadrët një klinike universitare. Unë bëj pjesë dhe jam pjesë e kirurgjisë abdominale, jam kirurg abdominal vetë për vete dhe jam pjesëmarrësi i repart kirurgjisë abdominale. Kemi ambulantorin poshtë, ato janë poliklinika, ku pacientët diagnostikohen, trajtohen, bëhet kontakti i parë me pacientët që kanë smundje të ndryshme, jo çdo herë janë ato smundje kirurgjike, ndonjëherë vijnë për dhimbje të pacaktuara dhe ne do ta përcaktojmë se është për kirurgji ose ka ndonjë tjetër trajtim për smundjen konkrete. Në përgjithësi kemi sallat operative ku në fakt bëhen trajtimet kirurgjikale te kjo klinikë. Dhe kemi repartet ku pacientët shtrihen gjatë kohës trajtimit tyre. Ajo është shtrirja para operative,
operon dhe shtrirja pas operative mbas intervenimit. Në përgjithësi, ka një palet shumë llojshmërie të kirurgjisë që trajtohet në këtë klinik, kjo ka qenë kështu edhe ndër vite. Kirurgjia abdominale vetë për vetë është një degë shumë e gjarë e trajtimit dhe këtu kemi një numër të madh të intervenimeve kirurgjike që mundet ne ti aplikojmë dhe ti bëjmë këtu thoja në këtë klinik, në përgjithësi përveç transplantit, si transplantim thoja në këtë klinik bëhen gati të gjitha intervenimet kirurgjike të kirurgjisë abdominale dhe janë bërë dhe do bëhen edhe në të ardhmen. Transplanti është një tjetër prallë, ato janë kushte tjera specifike dhe në botë bëhen në përqendra të transplantit. Por ne nuk kemi një gjendje të këtij. Sistemi jonë shëndetësor do të punojë ala ma tepër, janë bë disa, nuk është temë ku kisha hyrë unë të diskutoj për arsye se për atë problematik kërkohet një edukim në vendet e zhvilluara, i thënë fellowship 2 vjeçar, për fakt është që një kolege që punon këtu në këtë klinik e ka atë edukim Cambridge të marrë me sertifikat, mirë po të ne zhvilluam punët në kushte tjera, kështu që nuk është temë e diskutimit në këtë drejtim. Ne mund bisedojmë për çështjet abdominale dhe për sëmundje tjera që janë jashtë kësaj teme. Atë le të shkojmë me atë se çfarë krejt përfshihet në kirurgjinë abdominale. Ne dim se tek ju vim nëse kemi ndonjë problem me herni ose siç e njohin në gjuhën e popullit edema ose killa e kështu me radhë. Nga tjetra anë dim që nëse kem problem me mëlçin, me pankreasin, me gjitha organet që përfshin abdomeni. Por ju jeni këtu për të na i dhënë gjitha ato sqarime se për çfarë krejt vinë këtu në këtë. Abdomeni është term latin për barkun. Barku është një hapësirë shumë e madhe. Përfshihet prej murit të tij, të parëm dhe të anshëm, ku paraqiten këto herni që i përmendet. Kemi edhe herni të mbrendshme, edhe përfshin një hapësirë brenda ku ka një numër të madh organesh. Disa prej tyre janë në pjesën e mbrapme dhe nuk na takojnë ne kirurgjisë abdominale, shembull ato janë veshkët që i takojnë urologëve, mirë ama janë në afërsi me organet tona. Ne në përgjithësi në pjesën e mbrendisë dhe hapësirës të barkut i kemi zorët, zorën e hollë, zorën e trashtë, problematikat e tyre, mëlçinë e zezë, pankreasin, lukthin, hernitë të ndryshme që gjinden mrenda në këtë problematik dhe këto janë tamthi, idhza, si pjesës të mëlçisë dhe këtu përfshin shumë llojshmëri të madhe të problematikave abdominale që duhet trajtohen kirurgjikisht ose me operim që në popullat ata kuptojnë. Është një shumë llojshmëri e madhe, një paletë e madhe e diagnozave dhe një paletë e madhe e ndërhyrjeve kirurgjikale që në përgjithësi bëhen edhe në këtë. Shkojmë me ato problematika më të shpeshta të qytetarëve të cilat vinë këtu domethënë për të kërkuar ndihmë, sepse ne kemi disa lloje apo jo, të themi edhe të termineve, jo ose kontrollave apo jo, kemi parandaluese, kemi diagnostikuese, pastaj edhe trajtim kirurgjikal. Çfarë do kishit veçuar ju, cilat sipas jush nga përditshmëria juaj mendoni se duhet më së shumti të përmendet në emisionin Provita si problematik të qytetarëve? Cilat janë ato probleme më të shpeshta në kirurgjinë abdominale që i trajtoni ju bashkë me kolegët e juaj apo me gjithë stafin këtu në këtë? Kemi probleme benigne dhe kemi probleme maligne. Problemet benigne shpresojnë të jenë sa më të shpeshta te pacientë, mos t'i kenë malignitetet, ato janë kanceret të ndryshme. Në përgjithësi kur vinë te ne, shpesh vinë me rezultate të gatshme, domethënë me analiza të bëra në gastro ose në ndonjë klinik tjetër, ku vetë se është e përcaktuar që duhet kirurgjikisht të trajtohet dhe pacienti vjen me kolonoskopi të gatshme, me tomografi kompjuterike dhe se krejt ato kur të vinë, ne bëjmë një vlerësim në aspektin ky pacient është për kirurgji ose nuk është për kirurgji. Vinë edhe pacientë që nuk kanë asnjë analizë të bëme. Prandaj ne te kjo klinik i kemi gati se krejt modalitetet e analizave që mund të bëhen dhe përbrenda një kontakti me pacientin përcaktojmë se çka mund të bëjmë. Laboratori, ultrasonografi ose echo, kompjuter, tomografi kompjuterike, rezonancë magnetike, endoskopi të ndryshme, gastroskopi, kolonoskopi, flas vetëm për pjesën abdominale dhe këto elemente ne i kemi të gjitha këto diagnostika në kuadër të kësaj klinike. Në përgjithësi vinë me rezultate të gatshme, për arsye se kur vinë te kirurgu, më vetë se ata dikush i ka udhëzuar që ky pacient është për intervenim kirurgjikal dhe ne atë e shtim në program operativ. Dhe këtu mund t'i dallojmë, kemi raste kur vinë raste urgjente, këtu shpesh vinë pa asnjë investigim,
edhe rastet urgjente i kemi obligim për t'i vërtetuar që janë urgjente ose jo, me qëllim që mos të lëshojmë dhe nisen në gjendjen e tyre dhe mos t'i kenë komplikimet sa më të pakat mundshme gjatë një trajtimi ose mos kenë asnjë komplikim. Ajo është dëshira më e madhe edhe kirurgut pa edhe ndaj pacientit. Dhe kemi rastet që janë kronike. Rastet kronike vinë, shembull do ta marr me një herni ose me një gur në të idhën, të cilën e ka pas 2-3 vite, 4 vite, e vjen te kirurgu, vjen te ne i bëjmë analizat e dukura, e vërtetojmë që është për operim dhe me pacientin mirëmi vesh që ky rast është për operim, mirë ama ky mund të pret. Për arsye se është çështje benigne, nuk shkakton ndonjë shqetësim të madh, shpresojmë që nuk shkakton një shqetësim të madh, nuk është rast akut dhe këto i kemi në marrëveshje. Këtu ta ceki një element për fat të keq të pacientave, se edhe ne me keqardhje them këtë, terminet për intervenime janë të vogla. Një rol të madh ka luajtur migrimi i popullsisë mjekësore në vende evropiane, në vende të ndryshme. Ne kemi dëshirë që të mund të operojmë nga 5 deri në 6 operime në ditë, dëshira jonë si kirurg është ajo, po mundësitë nuk janë. Kështu që për fat keq pacientëve kërkojmë edhe ndjesë publikisht që ka lista pritjeve që ata mund të presin edhe 1 vjet, mund të presin edhe 1 vjet e gjys. Unë e kam një princip thoya çdo njeri që vjen në fund të ditës i thom derën qel në çdo rast nëse ka ndonjë përkeqësim, për arsye se ne nuk mund të themi një pacienti ti do të presësh 1 vjet e gjys, ai ka problemin e vet. Kur bëhet fjalë për sëmundje maligne dhe për kancere, aty lista e pritjes nuk ekziston fare dhe nuk duhet të ekzistojë në princip. Ata mundohemi që në krye të 10 ditëve deri në 2 javë të shtim program për arsye se sëmundja është e tillë dhe ata si zakonisht me një farë mënyre në formë prioritare i shtyjnë pak pacientët që janë me sëmundje benigne. Pacientët janë mirëkuptues. Nuk është që ata thoya ashtu ju vjen round pasni nuk do të presë për intervenim. Nëse një pacient do të operohet, vetë ideja dhe mendimi i operimit është një barr. Kemi mundësi të ndryshme, ka mundësi legale edhe këtu në atë aspektin se si të kryen këto punë, mirë kjo nuk është temë e diskutimit, kështu që në një rast tjetër mund të jetë. Përmendet rastet urgjente. Janë më të shpeshta rastet urgjente apo ato me termine? Në përgjithësi rastet urgjente ne i kemi të shpeshta. Edhe çfarë është rast urgjent? Se ne për ne si pacient, si qytetar, çdo gjë është urgjente, çdo dhimbje është urgjente. Si zakonisht pacientët kur vinë në spital vinë me dhimbje të barkut. Ata nuk e dinë se çka kanë. Dhimbja e barkut është arsyeja pse i çon njerëzit deri në spital. Pyetjen e parë që e bëjmë ne kur e shohim pacientin, çka ishte sebebi pse erdhe deri në spital? Pse u drejtove te mjeku? Ai nuk vjen për kot. Vjen ka dhimbje, ka diçka që nuk mund ta duroj, ka ndonjë send që i pengon në jetën e përditshme, por rastet urgjente janë rastet që vinë për menjëherë. Ai deri dje ka qenë mirë, në mbrëmje është ngrit me dhimbje të madhe, ose dhimbja e ka pas të vogël para 3 ditë, mirë ama ndër 3 ditë thoya zmadhohet dhe përkeqësohet dhe nuk ndalet. Këto janë alarme që ne i përcjellim te pacientët dhe janë shumë informacione të rëndësishme anamnestike. Domethënë ne e pyesim anamnezën dhe ato është përgjigje që na japin pacienti dhe në bazë të këtyre informatave ne bëjmë një fotografi të pacientit edhe një koncept se për çka ka ardhur ai pacient këtu. Shembull, rasti më i shpeshtë që vjen në kirurgjinë abdominale, rast urgjent më i shpeshtë është apendiciti akut. Që i bie? Ndezja zorrësore. Shpesh herë njerëzit vinë me një panik se mendojnë se është ndezë zorrësore, në popullat përmendet, sidomos me koqitjen e këmbës e me sen, ajo është një përqindje shumë e vogël. Në përgjithësi, mirë ama në kohë të sodit, në këtë shekull, edhe me këto klinika që i kemi, është mos ta them një mëkat që një pacient me apendicit akut të mbrije deri në atë gjendje, saqë të jetë në rrezik jete, për arsye se nuk ka qenë mjek. Po njerëzit vedisohen dita ditës më tepër e për fat vinë më shpesh në kontrolla, që është një element i mirë, se na jep edhe ne hapësirë për trajtim të kohë në kohë të duhur e jo të vonshëm një sëmundje kirurgjike. Është vërtet mbase e përmendet këtë diagnozë që nëse eventualisht pritet shumë mund të ketë ndezje dhe pas ndezjes mund të shpërthen zora e verbët. Ashtu kam dëgjuar. Na e sharoni këtë dhe atëherë mund të kemi edhe sepsa. Po. Këto janë disa faza të një sëmundjes të njëjtë. Ajo është proces e ndezjes, nuk është kancer, nuk është sëmundje maligne, mirëama është një ndezje që kur nis nuk ndalet. Nëse nuk shkon pacienti në mjek për kontrollin, nëse ne nuk e eliminojmë si problematik,
Thoya kemi shumë rëndësi që ta vërtetojmë dhe ta eliminojmë që nuk është ajo. Shpesh ju thami pacientëve, ka për shembull sonte, unë kam qenë kujdestare, kam kontrollu i tham hec nesër prap. Ai pyet po pse doktor mbetëm në spital? Jo do vish prap se unë kam patjetër ta eliminoj se nuk bëhet fjalë për ndezje zërëqore. Nëse bëhet fjalë për ndezje zërëqore, atëherë unë duhet të jap trajtim kirurgjikal. Shumë është e rëndësishme që pacientët mos të anashkalohen dhe mos të humben në sistem. Ndodh rasti, shembull fjala vjen që ata duke shku prej një vendi në vend tjetër, thoya, humbin kohë shumë të rëndësishme për ta, që në përgjithësi mund të mbrihet tek këto komplikime që e përmendet, për fat nuk mbrin shpesh, për fat keq mund ta përmendin një ankesë, mos t'i them ankesë, po një vërejtje që e kam prej mbrendisë të shtetit ton, din të vinë raste që janë paksi më të vonuara, për arsye të një sistemi shëndetësor, t'i them më pak funksional në për ato vende, dhe kur vjen pacienti vjen me një anamnezë një javore, 10 ditore, ose 5 ditore, që është shumë për një proces ndezje për një gjendje akute në abdomen. Atëherë, doktor, na trego kështu me qenë se thash është hera e parë që po zhvillojmë një emision me ju për smundjet kirurgjikale. Sipas jush, çfarë është ajo përveç dhimbjes në bark që mund na bën që të vim tek një kirurg? Abdomen i dajmë simptomet në simptome jo specifike. Që të mos vinë vonë, sepse specifike. E keni parasysh, neve shpesh mund të kemi dhimbje edhe në këtë pjesë, po disi mund nxiremi në mënyra të ndryshme, po nga ana tjetër më besoni, kemi edhe pacient, pakeq kuptime, nuk flasim për ju personalisht, për pakeq për shumë, po nga ana tjetër vinë edhe shumë, po ja që s'ka termin, kthehen, mjeku ka mbaruar orarin, kemi veprimtarin plotësuese, që të thotë jo çdo herë pacienti është. Parë nuk mund të flas për pacientët, për mjekët tjerë, thoya deri tash unë kam ditën e njëjtë terminin tim, moj termin që them në gjuhën tjetër. Mos e kemi vinë pa udhëzime pastaj. Vin pa udhëzime, deri sot nuk kam kthy pacient, për një arsye të vetme. Nuk mund një pacient të presë kur është udhëzimi i qelt, unë nuk kam kurrë kundër sistemit. Mirë, ma një pacient që ka hallaj duhet ta ketë derën qelt. Askush për çekin. Rall ka ardhi kush të më shohë si jam. Dhe jam përgjithësi vim për hall dhe ne kemi punën të atil, edhe patjetër e kemi t'ju japim aty në një ndihmë shëndetësore. Deri sot mendoj që apo jam i sigurt që nuk ka trokit dikush në derë të ambulanta numër 9 e të ketë qenë i kthym për arsye të udhëzimit. Udhëzimi është një mënyrë se si të mbrihet deri te mjeku. Mirama, janë mirë kuptues deri tash, këto janë atë aspekt për arsye se unë shpesh dal para deri shoh kush është më i rënd, kush është më i lehtë, që mos ti. Është vërtet që mjeku e shef pacientin në sy. Edhe vërej se e kemi patjetër ta bëjmë. Kanjherë nuk mbrim, mirama në përgjithësi, nëse nuk është mjeku, është personeli tjetër që punon me ne bashkë. Edhe ata na alarmojmë. Doktor thotë ka një rast që është bajgiran. Ai pacient do ketë prioritet në krahasim me krejt tjerë, pa marrë parasysh që tjetri ka terminin në ora 9. Shembull, ajo është krejt mirë, ne do t'i përcjellim protokollet e termineve dhe numrave dhe krejt ato, krejt është mirë, mirama gjendja e pacientit do të jetë imperativ ndaj trajtimit ton ndaj tij. Për arsye se disa pacienta nuk kanë kohë për të zënë me pacientë të tjerë, s'kan energji për të humbë, ata arrin se kanë hallin e vet. E prandaj një princip i punës, të them timen, po edhe plot mjekëve tjerë, tash realiteti është ajo, është që pacient me udhëzim ose pa udhëzim do të jetë i kontrolluar. A do të jetë urgjent ose jo, ne do ta vendosim kur ta shohim pacientin, kur ta kontrollojmë, kur ti bëjmë laboratorit, kur ti bëjmë analizat. Edhe te ne vijnë shpesh kështu raste. Gjysma janë urgjente, gjysma nuk janë urgjente, disa vijnë për pak e për shumë, simptomatologjit janë. Do njëherë është edhe mirë për pak e për shumë, doktor, sepse atëherë diagnostikohet me kohë, apo jo, si? Se nga njëra anë, po na thoni jo, vetëm jo, kur flasim, do me thonë nuk mos merrni personalisht gjithçka, po thjesht shpeshherë vijmë, do me thonë si pacient, vonë. Nga ana tjetër mjek na apelojnë që të mos vijmë vonë. E kur po vim ndoshta për pak e për shumë, mjekëve u duket se vim për pak e shumë. Vim në kohë. Si ta gjejmë neve atë kodë. Kështu që në përgjithësi. Pra po të më mirë është vim se sa mos. Kemi simptome që janë jo specifike. Për shembull, dhimbta e barkut, vjellja ose barkqitja, gjak nëse lajmërohet në nevojën e madhe është një simptom shumë i rëndësishëm. Edhe në urinim gjaku. Në urinim po, ama ata shkojnë te urologu, gjaku që është nevojën në jashtëqitje të nevojën e madhe që them në formë popullore, defekacion është një simptom që është një alarm për tu përcjell. Punën e parë që mund ta bëjnë pacientët, këshill, apel, thoya, te mjeku am. Mjeku am do t'i drejtoj, thoya, nëse ka nevojë. Te ne kanë derën qel normal. Thoya, kanë sikleta simptomatologji ndryshme, jemi këtu për t'ju ndihmuar dyne. Kemi simptome specifike që janë humbje peshe. Pacienti ka humbi 15 kg për menda 3 muaj, është një alarm i madh. Thoya, është zverdh,
është bo komplet i verdh, dhe në sytë edhe në lëkur, është një alarm i madh. Dhimbjet e pandalshme, nga vjellet i përmenda. Këto janë simptomatologji të ndryshme për arsye se në abdomen, në kirurgjinë abdominale ka një shumëllëshmëri edhe të simptomeve, edhe diagnozave, edhe të trajtimeve kirurgjike. Ideja është, pacientët e kanë derën qelë çdo herë dhe mos t'ja na shkalojnë simptomatologjit. Ne jemi mjek, ka njeri jemi edhe pacient vetë, çdo njeri që e ka dhimbtën, mendon se do t'i kalojmë. Çdo njeri që e ka gjakun, kur del jashtë, thot, se ndoshta vetëm një herë. Një arsye tjetër, do ta ceki një element shumë të rëndësishëm. Për mua është e papranueshme, një pacient me jashtëshitje, me gjak, të përgjakshme, të trajtohet për hemoroide pa qenë i kontrolluar. Pa kontroll adekuat. E bëjnë. Dhe këtu humbim shumë kohë. Dhe unë i them sa herë si apel, nëse nuk mund ta kontrollosh pacientin, për x arsye ndryshme, çaj te kirurgu. Do të jetë i kontrolluar. Është kontroll e patjetërsueshme. Nuk është e përshtatshme për pacientin, nuk është e përshtatshme edhe për mjekun, mirë ama është kontroll e patjetërsueshme. Mos lëshohet send ne trajtojmë hemoroide, shembull hemoroidet i trajtojmë me barna ndryshme, ata i marrin barnat vet ose trajtohen vet për atë problematik, kancerim shefet aty thoya, edhe janë trajtuar 6 muaj, 1 vjet me hemoroide. Kemi pas kështu raste. Këto janë raste ku ka shku koha dhe ne nuk na jep mundësitë e duhura dhe adekuate për trajtim të një pacienti në kohë. Shumë është e rëndësishme. Sipas jush, cilat janë ato probleme më serioze që po i trajtoni këtu në klinikën e juaj, ju bashkë me ekipin e juaj? Sepse kemi ne problemet e pankreasin, mëlçia, cili është kështu më delikate? Ndër problemet më delikate që kemi pas edhe që punojmë kanë qenë mëlçi zezë dhe të pankreasit. Nuk vinë as shpesh ndoshta sa në klinika tjera, po trajtohen thoya edhe këtu te ne, formojmë ekipe të caktuara, bëjmë modele të ndryshme 3D për këtë problematik, përgatitje të duhura për atë problematik dhe i trajtojmë edhe ne, kemi aparaturën e nevojshme për trajtim edhe të rasteve komplekse. Kemi pas raste të ndryshme me tumore të mëdha që kanë infiltruar rrethinën, organet ndryshme, kemi thirrë edhe ginekolog, kemi thirrë edhe urolog nëse ka nevojë. Thoya ginekologjinë si zakonisht ginekologët i thirrën për klinikës të Nën Tereza të Çajirit, ata kemi bashkëpunim jashtëzakonisht mirë. Normal edhe ne ata na thirrën rast abdominale, ajo është një bashkëpunim ndërsjell. Në aspektin tjetër e kemi pjesën të tumoreve multidisciplinare që thënë, është një tumor i madh që shkakton ngjitje në forma të ndryshme dhe organet për rreth. Edhe ato i trajtojmë si problematik, formojmë ekipe të ndryshme, çdo ditë kemi bord onkologjik, një herë në javë ose një herë në 2 javë, ku diskutohen rastet maligne, ku japim mundësinë e trajtimit më të mirë për një pacient, se çdo pacient shifet në bazë personale, në bazë të smundjes statistike çka e ka, jo në përgjithësi, por në bazë të konkret, pacient konkret ky edhe ky, ka këtë problematik, vinë specialistë aty tipit, çdo e kemi në bazë javore ose mujore. Tash kjo klinik nuk e di të tjera ta ka morbidity and mortality konferencë, ajo do është konferenca që në vende për morën mbahen gjatë kohë, ku diskutojmë çdo pacient, çfarë komplikimi ka pas, nëse ka ndodhur rast vdekje, pse. Çdo njeri e prezanton rastin e vet, çka ka ndodhur, ku kemi qenë, çka është dashur bëhet, çka është bë, kemi bë maksimumin, nuk ka pas sukses, që ne çdo herë mundohemi të jemi një hap para një komplikimit me pacientin, mirë ama çdo herë nuk është e mundshme që të jesh një hap para me do. Tani ju e përmendet, tani unë po e vazhdoj, asnjë kirurg as ekip nuk do donte që pacientin duke trajtu t'ingel në tavolinë, definitivisht. Keni raste të këtij apo jo dhe eventualisht cilat janë shkaqet më të shpeshta që ndodhin? Sepse kemi dëgjuar se ka raste dhe kur për shkak se smundjet, sidomos ato maligne, qoftë në mëlçi, në pankreas, aq shumë janë zhvilluar dhe janë në fazë të vonshme, saqë kam dëgjuar që pacienti mund vetëm të shile edhe me njerë të mshire sepse s'keni çfarë t'i bëni. Si është kjo tek ju? Të atij tipit, literatura dhe protokollet të trajtimit kirurgjik janë të qarta. Domethënë ne nuk mundemi të shpikim diçka kundër asaj që deri tash kanë bërë studime të numërta dhe të shumta, ku tregon sakt shembull ky rast me këtë problematik, nëse ka metastaza këtu edhe këtu nuk duhet preket. Dhe ne, edhe krahas dëshirës tonë të madhe që ta nxjerrim atë organ dhe atë tumor, ka disa raste ku duhet të themi stop. Kjo asnjëherë nuk ndodh vetë. Domethënë asnjë kirurg këtu abdominal ose tjetër kur hyn në sallë nuk e bën atë vendim në mënyrë vetanake dhe nuk mundet të jetë ashtu. Çdo herë bëhet vendim ekipor, jo për ta ndajtur përgjegjësinë, por për t'i thënë atij pacientit që me të vërtet ne
e bënëm atë që mund të bëjmë në formën njerëzore dhe kirurgjike. Kemi elemente kër i kemi durët e lidhta, ku nuk kemi hapësirë që ka të bëjmë ma tepër, në ndodhë shpesh edhe në familjarë tonë, në ndodhë shpesh edhe në familjarë të njerëzve tjerë. Do shpesh edhe vetë mjekët ajo është, absolutisht po. Ideja është se ne kemi dëshirë që çdo herë të kemi një sukses me pacientat, që kur të takohemi me familjarët o kur ta shohim pacientin, ti tregojmë që ne kemi nxjerrë këtë maksimum dhe ti do t'jesh mirë dhe se ti do kemi rezultat mirë. Realiteti është që kemi edhe raste që janë shumë të ndërlikume, shumë të komplikume, ka edhe raste që mbarojnë edhe jo mirë, po është një proces që ne nuk mund ta ndërprejmë, po edhe thonë jashtë mjekësore, po është edhe një proces që nuk varet prej ne, me një farë mënyre. Thoja, ne veç një se në varet prej ne si kirurg, është angazhimi maksimal rreth pacientit edhe angazhimi jonë i 100% në trajtimin e një pacienti, thoja. Edhe kirurgjikal, po edhe pjesën jo kirurgjikale që është në intenzive edhe set. Për fat të mirë, numri i pacientave që kanë mbaru jo mirë, ti themi, është më i vogël, dhe kemi pas një numër më të madh pacientave që shkojnë relativisht mirë, shkojnë në kam të veta në shtëpi, dhe jemi mirë njohës edhe të kënaqur prej këtij numri, na dëshpron fakti që ka pacienta që vinë në forma dhe faza të vonshme të trajtimit, se me një farë mënyre edhe ne me një farë mënyre lidhemi jo si familjarët me pacientët e tyre, po dojmë që një pacient ta ketë rezultat dhe mirë, se ajo flet edhe për punën tonë. Primi tek pacientët, cila moshë është më e vizituar nga ana juaj, më e trajtuar nga ana juaj, apo këtu tani më veç edhe mosha nuk ka? Mosha cila mas shpesh të trajtohen pacientët për smundje benigne për fat të mirë, mira ma mund, e kam patjetër ta cek që smundjet maligne po marrin një hovë dhe të pacientët që janë matëri. Dhe ne mundohemi që të bëhet me një sistem, një lloj screeningu që përmendet ju, ato janë investigime para prake, që mund t'i kapim smundjet në kohë, që mos t'jenë vonë, që mos t'jenë të patrajtueshme në formën kirurgjikale. Ka për fat keq shpesh na ndodh pacient që janë të ri, që kur t'i çelim nuk kemi ndonjë zgjidhje tjetër, aty është dëshpërimi ala më i madh. Nuk them që te pacientët që janë në moshë 90 vjeçare dëshpërimi është i vogël, edhe te ata është i madh. Mirama, ndryshe është kur bëjmë fjalë për një pacient që ka 32-3 vjet, 25 vjet, ndryshe është kur bëhet fjalë për 90 vjeçar, ne trajtimin e bëjmë 100% të njëjtë, protokollar edhe sen, po paksi për trit na vjen paksi ma keq. Mos të më keq kuptojnë publiku juaj, edhe pleqet i shohim shumë, po trit janë ajo që është e ardhmja e një popullate, është tragjike se smundjet përpara me një kohë të caktuar kohore më të vjetër, smundjet maligne kanë qenë një ekskluzivitet i moshës vjetër. Tashmë vetë se kthehet koha shumë më herët dhe ka plot pacientë që kanë smundje edhe maligne ku ne nuk i presim. Shembull fjala vjen pacienti me kancer zorës trash, ka 32 vjet. Nuk e pret që do të jetë ajo smundje. Shembull. Edhe në atë aspekt do të jemi pak më të vetëdijshëm të detyrojmë pacientët që të bëjnë analiza edhe në moshë të re. Pa marrë parasysh që është 30 vjet, 32 vjet. Nëse ka një anamnezë familje që ka ndonjë familjar të afërt me smundje maligne, analiza është e patjetërsueshme. Shkojmë me metodat e diagnostikimit, me metodat e trajtimit kirurgjikal. E që pastaj çka pas operimit duhet bëjmë? Paleta e diagnostikimit tani është e gjanë në aspektin abdominal. Punën e parë që duhet edhe ne non-stop ja potencojmë edhe të rive që na vinë këtu studentë specializantë, është anamneza, biseda me pacientin, atë që përmendet pares, shikimi me ton sy, jo te kompjuterja të telefonit, po me pacientin sy, sa e ka diçka për të na thonë. Domethënë ata nuk vinë ne të na tregojnë prallë. Po syt janë pasqyra e shëndetit, thonë ashtu. Pasqyra e shpirtit, po. Pacientët si hyn pite dera dhe si ulet dhe kush sa veta e mbajnë 2 veta, a vjen vetë në këmbë. Edhe ajo ka rëndësi për cilën e pacientit. Nuk është vetëm se çfarë diagnoze ke. Pacientët nuk janë diagnoza. Janë një grup e problemeve të tyre. Anamneza është shumë e rëndësishme, kontrolli klinik është i patjetërsueshëm i çdo pacienti dhe mandej kemi për diagnostikim ultrasonografin, kompjuterin, rezonancën magnetike, i përmendëm më parës, endoskopit, gastroskopin, kolonoskopin dhe e kemi kretë këtë problematikë si diagnostikim. Vendosim që një pacient është për operim dhe mande e vendosim modalitetin e operimit se si do të bëjmë pacient. Ajo i bie mënyra, metoda? Metodat i kemi të hapura dhe i kemi laparoskopike. Metodat e hapura i datojnë pak prej më herët, mira ma janë ala efektive. Me një metodat laparoskopike janë minimal invazive.
Në përgjithësi, që kanë edhe benefitet apo jo më të mëdha. Metoda minimal invazive, thoya është një metodë ku pacientët e fitojnë rekuperimin post-operativ në me një formë shumë më të shpejtë dhe ata ngrehen në kamp dhe funksioni i tyre kthehet shumë më shpejt në normalitet mbas një operimit laparoskopik. Në këtë klinikë ku punoj unë, gjatë kohë punoj metoda minimal invazive laparoskopike. Ato i kemi punu përpara kanë qenë në appendektomi dhe kolecistektomi, tash më kohën e fundit i bëjmë kolektomi dhe zonën e trashtë janë në këtë metodë të trajtimi gjatë tankos dhe hernit, domethënë e hapur paletën e mundësive për metodën minimal invazive, normal, çdo njëri prej ne në formë grupore ose individuale shkum në edukime të caktuara, dhe aparat problematik dhe ja mundsojmë pacientëve që të mundet ta kenë atë benefit, që të mundet pacienti për më shpejt kthehet punë, për më shpejt ngrehet në kam dhe funksionet të kthehet. Me ato që nuk i harrojnë metodat e hapura për arsye se edhe ato kanë indikacionet e vendin e vet se ku trajtohen. Po. Tek metodat me qemi, do me thonë edhe juve personalisht, duhet ju pyet që të na sqaroni ka raste me të cilat i kam parë edhe unë me kolegët e juaj, keni filluar metodën, ose filloni metodën laparoskopike, dhe për arsye të ndryshme, aty për aty mund të filloni, ose ta vazhdoni me mënyrë klasike. Mund të na sqaroni pse, që ta dinë shikuesit, sepse shpesh ndodh që për shembull thotë, më thanë me laparoskopi dhe pastaj nuk di pse filluan me klasike. Na e sqaroni. Ani edhe shikuesit tjerë, po, edhe opinionit, po. Është shumë e rëndësishme siguria e pacientit. Nëse ne shohim që me metodë laparoskopike nuk ka siguri për pacientin, nuk ka logjik dhe arsye pse të vazhdosh me një metodë që ti i shkakton pacientit një rrezik. Ajo është e para. Kemi kontraindikacione për metodën laparoskopike, ku prej start ne i vlerësojmë që një pacient nuk mund ta durojë atë metodë. Për arsye se kur punojmë abdomen, ne mbushim abdomen me gas, e mbushim barkun me gas. Gasi është jo djegës, domethënë në princip thoya. Po duhet të fryhet barku që na shkaktohet hapësira që ne të mund punojmë. Nëse pacientit ai gas ose ai shtypje brenda barkut i shkakton çrregullime tjera, folim me frymëmarrjen, i shkakton çrregullime me zemrën, i shkakton çrregullime me probleme tjera, ne duhet atë metodë ta ndërprejmë. Domethënë, krahas asaj që është ajo metodë superiore në aspektin e rekuperimit, mirama ne kur trajtojmë një pacient në formë laparoskopike, po edhe në formë të hapur, ideja përfundimtare është që pacienti të jetë mirë. Jo që pacientit ta rrezikojmë. Si zakonisht, rreziqet e ndryshme që shkaktohen gjatë kohës të punës, edhe pse me metodë laparoskopike të një laparoskopisti të mirë, foli edhe me një eksperiencë pak më të madhe, rreziqet minimizohen në maksimum. Domethënë në atë aspekt se është numri i intervenimeve, është edukim i mirëfillt gjatë kohës. Këtu e kam një apel ndaj të gjithë dhe pacientëve. Mjeku do të jetë i sinqert dhe të tregojë pacientit se mundem në këtë punë ta bëj ose nuk mundem ta bëj. Ose nëse nuk i plotson kushtet duhet të jetë po. Biseda me pacientin është kyçi këtu në këtë bisedë edhe çdo herë kur jemi me karta çele dhe folim sy, dhe ja kemi shumë kollaj për të biseduar me ande, pacientët nuk kanë probleme. Ajo të realt pacientët kur vinë, a tregojnë anamnezën e sinqertë, se ju e dini që shpesh herë për shembull mëlçia mund të dëmtohet për shkaqe arsye të tjera, mëlçia gjithashtu, pankreasi gjithashtu. Çfarë do thoni ju në këtë drejtim? Dhe në mënyrë caktuar thoya të më shefin disa informate që janë senzitive për t'i dhënë. Edhe ata nuk e kanë lehtë dhe kollaj thoya të tregojnë një informacion thoya që shembull nuk e ka për shpërndarje ose nuk e ka për ato. Po ne kemi patjetër se e kemi sekretin mjekësor dhe e kemi si element të patjetërsueshëm ato. Ne në përgjithësi thoya kemi metoda dhe teknikat që t'i thome me një farë mënyre që t'i nxjerrim informatat që neve na duhen për një trajtim të pacientit. Unë jam me pacientit në princip thoya shumë më i hapur dhe nuk kam has kështu probleme që dikush të më shefe dhe një diagnozë që e ka, shembull fjalë. Si zakonisht ulemi bisedojmë mirë edhe më tregojnë krejt çka kanë hallet e veta që të mbrim ne për një trajtim sa më të mirë të atyne. Funditës unë jam sqaroj se çdo informacion që e jep, ai e për të mirën e tij, nuk e për mua, unë do ta gjej mënyrën si ta. Sepse edhe mund të largohen edhe komplikimet eventuale. Ideja e një trajtimi kirurgjikal është një e para thoya diagnostikimi i mirë i pacientit dhe i eksakt i sakt. E dyta është përgatitja adekuate për një pacient që ai të jetë 100% i përgatitur, të zvoglohet mundësia e komplikimeve, të zvoglohen mundësitë e rreziqeve për pacientin, se këtu kemi kirurgjin, po kemi edhe anestezin, prandaj ne paraprakisht pacientët para çdo operimi i kontrollon anesteziolog, i kontrollon internist, i kontrollojmë ne, kalojnë laboratori, kalojnë investigime të ndryshme, ai nuk hyn drejt në sallë përveç se nëse nuk është ultra urgjent.
Do me thënë, në përgjithësi, çdo pacient që është me përgatitje kirurgjikale, i kalon këto filtre, ti thomi në thojza, kanë për arsye se me atë mënyrë ne i zvoglojmë mundësinë për komplikime. Ka disa raste të caktuara ku unë e them këtë pacient nuk e operoj. Ka njerë familjarëve ju mbetet pak hatri, kemi biseduar dhe shumë haptas, shembull vjen për herni. Hernia është një problematikë që aty shkakton problemet ndryshme që e pamundson. Mira ma është pacient me një moshë shumë të madhe. Ka shumë smundje tjera që për mendimin tem teknikisht, kirurgjikisht unë mundëm ta zgjedhë problemin, po nuk e duron anestezin. Shembull, dhe unë tash për një herni, një problematik benigne, e vlerësoj që nuk duhet atë pacient ta vëndoj në rrezik për jetën dhe smundje tjera komplikime, po në bisedë me pacienta, edhe ata janë të kuptueshëm, normal ja u japim mundësi të ndryshme që të modalitetet ndryshme nëse kemi hapësirë për një zgjedhje jo kirurgjikale, që si zakonisht nuk janë, ose po nëse mazallah ose ta thomi se vjen deri në situatë të akutizimit ose përkeqësimit, ju rrim dispozicion çdo moment, shkaku se prapë kemi pacient ton, një pacient kur vjen e jep besimin, ai meriton mandej edhe feedbackun ndaj tij. Tani shkurtimisht kësaj radhe unë besoj që do më vini drejt për drejt dhe atër do flasim do shta konkretisht në temat të caktuar. Në cilat raste duhet hiqet tamthi, e pastaj pak për milçin, për pak grasin edhe për atë që mendoni ju si kirurg që duhet ne të dim rreth kirurgjisë abdominale. Edhe për këto problematikat. Ma shpesh ta është heqja e tamthit, se zakonisht gurët në to shkaktojnë probleme dhimbta dhe pacientët mbas ushqimeve të caktuara, sidomos të ndryshme dhe me melmesa të shumta, për arsye të kontrahimit ose zbrazjes të tamthit, tamthi në princip është rezervuar. Do me thënë, ai është një rezervuar që mban idhëzën mrenda dhe ai shkakton tretje të yndyrnave. Pacientët e kanë shumë rëndësi, unë ju shpjegoj shumicës se ne e hekim atë rezervuar, po nuk i prekim kanalet kryesore. Pacienti prap vazhdon me ushqim të normal mas operimit, për arsye se idhëza prodhohet në mëlçin e zezë dhe zbrazet të zora 12 gishtrore, që është funksion normal. Mira ma kemi edhe një rezervuar të tjetër, që kur ka gurë mrenda, ai më vetë se nuk është funksional. Në atë situatë, pyetjet e shpeshta i kemi për pacientëve, doktora do hiqet vetëm guri ose do hiqet komplet rezervuarin. Mirë është ja u shpjegojmë që ta dinë që edhe pate hiqet komplet, edhe është e patje të shushme të hiqet komplet. Asnjëherë nuk ndodh vetëm gurët. Ndodh raste shumë ekstreme ku pacienti nuk ka stabilitet anesteziologjik, ku ne nuk kemi hapësirë tjetër përveç se t'ja hekim gurët dhe dalim prej sallë. Mirë, ato janë raste shumë ekstreme. Ndoshta kam pas 2 deri në 3 raste deri tash të ndër 15 vite tash. Edhe këtë bën në mënyrë me metodën laparoskopike, besoj. Edhe laparoskopike dhe të hapur, varet prej gjendjes pacientit. Nëse një pacient vjen për operim të rregull, atëherë 95% të atë rasteve shkojmë me metodë laparoskopike. Pa marrë parasysh se kanë qenë të operuar prej më herët, është një ndër kontraindikacionet, mirëma deri tash me këtë numër të intervenimeve që kemi bën këtë klinik, nuk flas veç për vete, foli për një punë ekipore, thoya mendoj që kemi arrit disa nivele të mira, jemi të kënaqur në atë aspektin e punës dhe kemi një numër të madh të intervenimeve që mbarojnë në formë laparoskopike dhe atë njëjtat mbarojnë me sukses. Kemi edhe përqindje ku i kthejmë në formë të hapur, edhe ato nuk janë gabime mjekësore, nuk është keq për pacientin, ka njerë janë si dëshprim për kirurgun se ai don ta mbarojnë në formë minimal invazive, mirëma kur është siguria e pacientit në pyetje, nuk është me rëndësi metoda edhe superioriteti i kirurgut, po është me rëndësi pacientit të jetë mirë. Shkurtimisht, në cilat raste duhet të intervenohet në aspekt kirurgjikal ose të themi operim, ashtu siç thonë. Kur duhet operuar mëlçin? Edhe pse? Mëlçin e zezë ka tumore të ndryshme. Kemi tumore maligne, kemi tumore benigne, kemi echinokokozën që janë cistat ndryshme, thoya lija e qenit që thënë në formë popullore, që çdo trajtim nuk është drejt për drejt kirurgjikal. Shpesh ndodh që ne bëjmë një trajtim multimodalitar, multidisiplinar, në aspektin për shembull, njëri çojmë pacientët në trajtim tabletar. Presim një kohë caktuar. Mandej i vendojmë në shembull lijen e qenit, përpara ka qenë temë diskutimi, thoya a bëhet ajo në formë të qeltë ose bëhet në formë laparoskopike. Ne arritëm deri në atë nivel që edhe në formë laparoskopike arritëm një numër të caktuar, thoya ti operojmë edhe në atë mënyrë. Qenit është një lloj fruthi atë është parazit, është një cistë e madhe, që është dhe mëlçia e zezë, mund të paraqitet edhe te mushrit e bardha, mund të paraqitet edhe në vende ndryshme, po derën e parë që e ka lija e qenit është mëlçia e zezë.
Prandaj, kjo vendi i Maqedonisë edhe vendet e Ballkanit përpara kanë qenë vende endemike për këtë problematik. Për fat mirë, thoya, numri zvogël, ato janë kushtet higjienike të larjes të ushqimeve që ne i përdorim, edhe normal. Shiriti i qenit është e ngjashme, lija e qenit i thon shiriti i qenit. Është një terminologji, echinokokoza. Se ne kur përmendmi lijan e qenit, ose i bie si një farë lloj pruthi dhe nuk e marrim. Po i prandaj të them që shiriti i qenit e përmendet, është ciste e madhe, është echinokoko. Cilat janë ato simptomat që duhet i dimë ose vetëm ne shifet? Deri në 10 centimetrë mbi, thoya, e shkakton shtypje organeve të Atë e varreni me një ultrazë. Sonografi ose në kontroll klinik, pacienti ka cistë që preket, thoya, më njëherë çojmë në ultrasonografi. Kemi investigime laboratorike që bëhen për këtë problematikë, ELISA testin dhe kemi përgatitjet e duhura. Për tumoret ndryshme, thoya, kanë edhe ato problematika benigne, problematika maligne, deri tash në këtë klinik janë bë edhe me përdorimin e 3D modeleve në përgatitjen e tyre, kemi bërë disa hepatektomi që jemi të kënaqur në atë drejtim zhvillimi, thoya, ku hiqet një pjesë të mëlçisë zezë për arsye të ndonjë tumorit ose hemangiomit ose forme të ndryshme, dhe mbas asaj për fat mirë kemi qenë me pacientët në drejtim të mirë ose metastazat e mëlçisë të zezë për arsye të karcinomit të zorrës të trash. Problemi me pankreasin. Është i shpesht apo jo, cilën moshë prek dhe çfarë krejt po i shkakton këto probleme, doktor, se tani ngadalë do e rumbullaksojmë kësaj radhe emisioni. Se për shoh që edhe po ju thrasin edhe kolegët, mos them pacientët se i mbaruat, nuk i lam keq. As ne, edhe ne patëm dorim, po edhe juve ju lam hapësirë që ti kontrolloni. Si ka tumoret ndryshme, thoya, ka cistat ndryshme, ka problematika ndryshme, nda në benigne dhe maligne. Pankreatiti akut është një ndezje e pankreasit që është një gjendje shumë serioze, nëse është biliopankreatita e shkaktohet prej gurëve të idhës, që shkojnë te kanali kryesor, ajo është një problematikë që duhet trajtohet të qetësohet dhe trajtohet kirurgjikisht sa më shpejt që mundet, dhe e kemi tumoret e pankreasit, kanceret e pankreasit që për fat keq këtë klinik për me një periudhë caktuar kemi pasur disa pacientë që kanë qenë edhe në moshë 30 vjeçare, edhe 24, 27 dhe 44. Shembull, i mora vetëm disa numra në pyetje, se zakonisht janë problematike moshës të madhe, janë operime ndërlikume, ku ne bëjmë ekipet të caktuar, thoya, mendoj ndërmjet vete, ku mlidhemi që të mundet një pacientit t'i japim trajtimin maksimal kirurgjikal. Ma të shpeshta i kemi karcinomet edhe kanceret e zorrës të trash, ato punon relativisht shpesh në këtë klinik, mos them nuk ka javë ku nuk ka disa raste prej atyre, ato i punojmë njësoj në formë të hapur dhe në formë laparoskopike. Nëse vjen në formë të hapur, më të shpeshta janë rastet kur vinë, mo kur zora ka blloku dhe nuk mund të pacientit të dalë jashtë, e vjen me një situatë të ngatërres të zorrës që i thënë në formë popullore, ose gjendje i leusi, ato si zakonisht edhe 90% të rasteve shkojnë në formë të hapur, ato janë raste që punojnë për kujdestari, dhe kemi kanceret ndryshme të zorrës që i punojmë në raste normale, ku i vendojmë program elektiv, që janë diagnostikuar me endoskopi, me biopsi dhe vinë pacientët për trajtim, për fat mirë, kohën e fundit, po këto muajt e fundit gati sekreti. Në përgjithësi kemi pas të një numër më të madh të sukseseve, kanceri i zorrës trash na jep një hapësirë pak më të madhe pune, dhe patjetër kam ta përmendje dhe jam i kënaqur se në muajt e fundit kemi pas mjaft intervenime laparoskopike të kancerit të zorrës dhe pacientë që kanë kalu mirë dhe kanë ardhur me rezultate të mira mbas saj. Edhe në mënyrën onkologjike, edhe numrin e nyjeve limfatike dhe nxjerrjen e marginave që i thënë të sigurisë të një pacientit, dhe deri tash mundem të them që çka pas operacionit. Çfarë duhet bëjnë pacientët? Dhe me ne disa ditë i mbajmë në spital normal, më varet prej tipit intervenimit, nëse bëhet fjalë për operimin e idhës ose holistektomin laparoskopike, ata flenë një ditë. Kemi pas raste kur kanë qenë gra me fëmijë të vegjël 1 muaj, 2 muaj, 3 muaj, se i kemi shumë në mramje, të kthejt e fëmija mos ta humbe kontinuitetin me beben e vet. Raste tjera si zakonisht, nëse nuk ka asnjë komplikim ose pacienti ndihet mirë, një ditë flen, një natë pas operimit dhe ditën e parë postoperative lishim në shtëpi. Nëse bëhet fjalë për kanceret të zorrës trash, kemi pas rast, unë konkretisht kam lishuar ditën e tretë postoperative, me ato që këshilla, rekomandime sigurisht. Patjetër, dhe numër telefoni. Dhe që të mundet pacienti dhe familjarit të ketë një hapësirë që mazallah nëse diçka i ndodh, dhe të ketë hapësirë ku drejtohet. Mos të jetë i kufizuar në atë aspekt, që duhet patjetër aty ju
i lusim pacientët sepse nuk ndodhë deri tash, nga njerë thirin edhe punë pa punë, vonë 1-2 natës, po ne jemi me këtë punë edhe i vetëse me një farë mënyre jemi mësu në atë drejtim, po... Por duhet kënë kujdes, apo jo, Nëse nuk është pa tjetër të thirin, nëse e kanë, thëja, ne jemi këtu prapë për ta. Krejt për fund, doktor, qëfar është ajo që do të kishit dashur të ndani me shikuesit e emisionit Pro Vita, nga këndvështrimi juaj, ose nga ajo që me të vërtet ju flenë në zemër si këshirë, pse të mos temi që mos të vim të kjo shqyqur që kemë, dhash zotit ju kemi shder juve, gjithë kirurgët e gjithë mjekët, po ma largjusha, po ashtu i bje, pa i bje. Ne shpresojmë që të kemi sa ma pak punë, po ajo nuk është e mundshme. Smundet janë për njerës, ne jemi për të trajtu smundjet. Kisha unë një udhëhecës e parti, a më thoshte mu, ne do t'jemi si zjarë fixt. Të shkojmë në punë, po zjarë mos ketë. Kjo nuk është e mundshme në esencë, në realitet, edhe në realitet nuk është e mundshme. Por, parandalimi i smundjeve është kyçi i problematikave. Kontrollet e shpeshta, kontrollet e nevojshme, mos ignorimi i problematikave, ke dhim të ambark, shko deri në mjek. Kur gjë nuk humbë, ne do të kujdesemi për jo. Smundjet e kapuna në fazat e hershme kanë një lloj trajtimi shumë më të mirë dhe rezultate më të mira. Edhe pacienti është më i kënaqur, familjar gjithsesi, edhe ne si mjek kemi të kënaqur kur një pacient e shohim pas 10 viteve, ai kemi operuar kancer zores trash. Është shumë e rëndësishme. Kështu që ju dëshiroj një shëndet të mirë, mos kem frikë për ne s'kemi frikë për tyne, thëja të vinë e do t'i trajtojmë krejt çka duhet. Doktor, faleminderit datë ko, ishte knatësi, unë shpresoj se sinqerisht do ju kemi edhe drejt për drejt në studion e Pro Vitës, ku do flasim për tema më konkrete, sepse kjo ishte një farloj, apo jo, edhe informimi, një temë e gjane për gjithshme, po besoj që do shifemi sërisht me tema konkrete dhe se do kemi çfarë të dëgjojmë nga ju. Faleminderit në ftesë, këtu jemi për çdo sen që ka nevojë për opinionin e ju. Ndërkohë normal se falendrimi duhet edhe shkon edhe në adresë të shikuesve të Pro Vitës që edhe këtë emision e ndoqët ne shifemi të hënën e ardhshme. Deri atëherë shikues të nderuar, mirëmbëngjes.